Të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, i nderuar zëvendës kryeministër Konjufca, ministrat kabinetit qeveritar, të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuar ambasador, mysafir, të nderuar që jeni pjesë e kësaj seance, të nderuara media. Sot në këtë seancë përkujtimore, Kuvendi i Republikës së Kosovës nderon akademik Recep Qosjen si njërin ndër njerëzit që e shndroi kulturën shqiptare në hapësirë mendimi, polemike, vetëdije dhe përgjegjësie historike. Recep Qosja jetoi dhe krijoi në një kohë kur shqiptarëve u kërkohej vazhdimisht ta dëshmonin gjuhën, historinë, përkatësinë dhe të drejtën e tyre politike. Kësaj kohe ai u përgjigj me vepra, me studime, polemika, qëndrime publike dhe me një disiplinë intelektuale që rrallë shihet në jetën tonë publike. Ai ndërtoi mendimin e tij mbi vlerat e rilindjes kombëtare, mbi trashëgiminë iluministe evropiane, mbi humanizmin dhe mbi figurat që shqiptarëve u dhanë drejtim historik. Si shkrimtar, ai dëshmoi se letërsia mund të jetë njëkohësisht art dhe ndërgjegje. Në veprat e tij artistike solli njeriu përballë frikës, pushtetit, padrejtësisë dhe dilemave të kohës sonë. Akademik Qosja nxori studimin e letërsisë shqipe nga kufijtë e një disipline të ngushtë dhe e lidhi me pyetjen më të madhe të kohës së tij. Si mbahet gjallë vetdia e një populli të ndarë, të shtypur dhe të detyruar të mbrojë edhe gjuhën, edhe historinë, edhe të drejtën e vet politike. Me punën e tij kërkimore, me interpretimet e thella dhe me leximin e ri të autorëve tanë më të rëndësishëm, Qosja bëri letërsinë shqipe pjesë të debatit të madh për identitetin, për vazhdimsinë historike dhe për drejtën politike të shqiptarëve. Si intelektual në vitet vendimtare për popullin e Kosovës, ai ishte zë i qartë kundër shtypjes, kundër padrejtësisë dhe kundër përpjekjeve për mohimin e identitetit ton kombëtar. Kontributi i tij shtrihet edhe në proceset politike të fundit të shekullit kaluar, kur Kosova kërkonte liri dhe republikë. Recep Qosja vuri autoritetin e tij intelektual në shërbim të kësaj të drejte, duke artikuluar lirinë e Kosovës si drejtë historike dhe si kauzë që kërkonte afirmim ndërkombëtar. Në jetën kulturore të Kosovës, profesor Qosja zë vendin atyre figurave të rralla që dalin përtej institucionit dhe shënojnë një epokë të tërë mendimi. Instituti Albanologjik, Universiteti i Prishtinës, letërsia, teatri, filmi dhe debati publik mbajnë në themel punën, guximin dhe praninë e tij. Te Qosja kultura kishte detyrë, libri kishte detyrë, intelektuali kishte detyrë, prandaj vepra e tij doli përtej bibliotekës dhe hyri në historinë politike të Kosovës. Qosja e ktheu argumentin me mjet mbrojtjeje për identitetin dhe drejtën shqiptare para se kjo e drejtë merrte formë në tryezat politike. Qysh në vitet e 70-ta, në veprën Panteoni i ralluar, ai kishte shkruar për fjalën dhe heshtjen si çështje etike, politike dhe intelektuale. Më vonë në polemikat e viteve 80, në publicistikën e viteve 90 dhe në intervistat ku artikuloi të drejtën e Kosovës për vetvendosje, dëshmoi se për krijuesin shqiptar heshtja nuk mund të ishte stre në kohë shtypjeje. Fjala te Qosja ishte detyrim ndaj së vërtetës dhe ndaj popullit. Në vitin 1991, në një intervistë për shtypin Beogradas, kur Jugoslavia po shpërbëhej dhe Kosova mbahej në shtypje, akademik Qosja deklaronte se këmbgulja dhe vendosmëria e popullit shqiptar do të vazhdonin përballë vuajtjeve, derisa Kosova të arrinte të drejtën që i takonte, të drejtën për vetvendosje politike dhe territoriale. Akademik Qosja nuk kërkoi nderime për veten, po Republika ka detyrë të nderojë ata që me veprën e tyre e kanë nderuar shtetin dhe e kanë nderuar kombin. Kujtimi për të do të mbetet aty ku ai e vendosi gjithë veprën e tij, në kulturën shqiptare, në mendimin kritik, në gjuhën shqipe dhe në historinë politike shpirtërore të Kosovës. Nderimi përjetshëm për akademik Recep Qosja e paharuar qoftë vepra e tij. Ju falenderoj.